Problematika e mobiljeve voluminoze si mobilje të vjetra, pajisje të teknikës së bardhë, dyert dritare dhe invertar tjetër shtëpiak, vazhdon të mbetet një sfidë serioze për mjedisin urban. Këto mbetje shpesh i gjen pranë kontenjerve ose hidhen në zona periferike, larg vëmendjes së opinionit publik, duke u shndruar me kalimin e kohës në deponi të egra që dëmtojnë mjedisin dhe imazhin e qytetit. Për t'i dhënë zgjidhje të qëndrueshme kësaj problematike, Komuna e Gostivarit ka nisur zbatimin e një projekti strategjik për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Projekti synon transformimin e mënyrës së trajtimit të mbeturinave voluminoze me objektiv të qartë, që nga 100% e mbetjeve të grumbulluara, 70% të përfundojnë në proces riciklimi, ndërsa vetëm 30% të deponohen. Kështu njofton udhëheqësi i sektorit të ekologjisë në Komunën e Gostivarit, Zudi Xhelili. Faza e parë do të jetë ndërtimi i një qendre për grumbullimin e mbeturinave të tilla. Janë do kontenjer të mëdhej prej 12 metër kub dhe janë të shënuar për qelq, për hekur, për beton, për dru, për mobilje. Ne t'i vëmë disa kontenjer të tillë, në fazën e parë parashifet 3 kontenjer dhe 2 kamiona për bartjen e këtij lloji të mbeturinave. Si t'i sigurojmë ato 2 kamiona dhe kontenjerët, fillojmë me fushatën, që qytetarët që kanë ashtu lloj mbetjesh, ta dinë vendin ku t'i hudhin dhe njëkohësisht do të lidhet kontratë me operatorë që do të vinë, do t'i marrin dhe do të jetë një farë ekonomie cirkulare, që mos shkojnë të gjitha në deponi, por të kthehen dhe të përpunohen. Faza e dytë do të jetë krijimi i 2 pikave periferike për grumbullim dhe faza e tretë nënkuptonte ndërtimin e një instalimi, një lloj fabrike për reciklimin e mbeturinave, që nga 100% mbeturina, 70% të reciklohen dhe të rikthehen në ekonominë cirkulare, ndërsa 30% të barten në deponinë Rusina. Faza e parë pritet të fillojë brenda këtij viti, thot Xhelili, ndërsa fazat tjera janë më të kushtueshme dhe janë në kërkim të investitorëve, me të cilët do t'i bëjnë të mundura fazat tjera. Faza e parë kushtonte diku 14 milion denar, faza e dytë 27 milion denar dhe faza e tretë diku 300 milion denar, domethënë ndërtimi një fabrike ku 20 punëtorë do të punojnë në të shiritat për ndarjen e mbeturinave, selektimin. Ne tash faza e parë mund të bëhet realitet, për shkak se ne ndajt diku 200.000 euro dhe do të mundohemi që fazën e parë ta zbatojmë brenda këtij viti. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një sistemi modern dhe të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve me ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit, reduktimin e ndotjes dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët e Gostivarit.